Sistematizimi I ri I policisë ka shkaktuar reagime politike, sidomos për njësinë për punë të brendshme në Dibër. Zëvendës ministri Astrid Iseni thotë se ndryshimet vlejnë për të gjithë territoret e RMV-s dhe synojnë për mirësimin e organizimit dhe dinjitetit të policisë. Sa I përket reagimeve për emërimin e kryeshefit të policisë kufitare në Ohër, I cili mbulon edhe Strugën, Kërçovën dhe Dibrën, Iseni theksoi se problemet janë shkaktuar nga mungesa e një kandidati adekuat. Ai shtoi se me sistematizimin e ri pozicioni do të synojë të kthehet përsëri te shqiptarët. Apo turqve, absolutisht kjo nuk ka të bëjë me etnitete apo me shqiptarët, sepse sistematizimi paraqet do thotë gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nuk është vetëm Dibra e përfshirë në këtë sistematizim të ri, apo që kompetencët kalojnë në stacionin policor të Ohrit, po janë përfshirë edhe gjitha njësitë të tjera, edhe gjitha stacionet policore të tjera. Intenca do thotë është këtë diku tjetër, intenca është do thotë që me sistematizimin e ri ngritet dinjiteti I zyrtarëve policor. E dim do thotë se paraprakisht kjo ka ndodhur diku ndoshta parafërsisht para 8 muajve 9. Normalisht në pamundësi do thotë në atë sektor të gjejmë një përfaqësues I cili është I palës shqiptare normalisht, se I ka takuar në periudhë gjatë kohore. Jemi dakorduar bashkarisht do thotë grupet punuese janë dakorduar që në kombinacion apo në transfer të atij pozicioni, shembull të marrëmi pozicione tjera, kështu që ndoshta kemi përfituar pozicione tjera, siç janë shembull edhe sektor tjerë. Reaguan nga dega e BDI-s në Dibër, nga ku insistojnë se me procesin e sistematizimit të ri në Ministrinë e Punëve të Brendshme do të humben funksionet kryesore si kryeshefi I policisë, kryeshefi I njësisë antikrim, zëvendës komandant dhe komandanti I pikës kufitare, ndërsa vendimarrja do të kalojë në juridiksionin e sektorit për punë të brendshme në Ohër. Dibra është rajon kufitar me rëndësi strategjike dhe kërkon prani të plotë institucionale dhe kapacitete funksionale vendimarrëse në fushën e sigurisë. Çdo vendim që mund të nënkuptojë dobësim të strukturave lokale apo zhvendosje të kompetencave duhet të shqyrtohet me kujdes maksimal dhe mbi baza profesionale. Nga BDI thonë se çdo ndryshim që prek strukturën dhe funksionimin e policisë lokale ndikon drejt për drejt në sigurinë e qytetarëve, efikasitetin e shërbimeve dhe ndjenjën në barazisë institucionale për dibranët.